Adora Thaçi. Adora Thaçi, fituese e Blezave 2025. Tetova si, një mrekulli, nuk ka si ti, bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, teto vjeti për mua shtëpi. Mbrëm në një atmosferë impozante në Tetov, u mbajt edicioni 31 i festivalit Bletëza 2025. Fituese e këtij edicioni është voglushja nga Tetova Adora Thaçi me këngën Tetova qyteti im, me tekst dhe muzikë nga Avni Qahili dhe orkestrimi nga Kristi Pasha. Adora, si ndjesh që ke fituar vendin e parë? Shumë e gëzume. Me cilën këngë po prezentove? Me këngën Tetova qyteti im. A do marrish pjesë prapë në festivalin Bledzat? Po. Jam shumë e lumtur, njëherë i desha t'ju uroj të gjithë fëmijëve, mendoj që çdo kush është fitues në mënyrën e vet, por unë si prind jam shumë krenare dhe uroj shumë suksese në të ardhmen të gjithëve. Në mbrëmjen finale performuan 15 fëmijë nga Tetova, Gostivari, Dibra, Kosova dhe Shqipëria, të shoqëruar nga kori fëmijëve pranë shkollës fillore Liria në Tetov, në udhëheqje të profesoreshës së muzikës Laurie Ibrahimi. Kurse festivali u moderua nga dy prezantueset e televizionit Koha, Arjana Ibrahimi dhe Nita Sejdiu. Festivalin e shpalli të hapur kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili përgëzoi stafin e festivalit për organizimin e mrekullueshëm dhe mundësinë që ju jepet fëmijëve për të performuar para një auditoriumi kaq të madh. Më lejoni që të faleminderoj gjithë ata të cilët kanë qenë të angazhuar apo organizator të këtij festivali, që arrin të mban gjallë frymën e këtij festivali, sepse është një ndër pasuritë e qytetit tonë, ku çdo vit ne po zbulojmë talente të reja, fëmijë tanë të cilët në të ardhmen kanë një potencial për të qenë edhe këngëtar të skenave kombëtare. Prandaj për ne ky festival ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm simbolike se mundëson fëmijëve që të prezantojnë talentin e tyre, të shfaqin talentin e tyre, por njëherët është një mundësi që në kohën e hershme të zbulojmë ta talent dhe sigurisht që në të ardhmen ata të performojnë në skena të rëndësishme të muzikës. Juria profesionale në përbërje 3 profesioniste, profesoresha të muzikës nga Tetova, Samie Rakipi, Hamie Imeri dhe Adelina Halimi, pas dëgjimit të këngëve ndan këto çmime. Çmimi me Nada Ilire e fitoi dueti nga Shqipëria, Keira Broli dhe Kloe Miftari. Çmimin Bledzat e fitoi Alsa Jashari. Çmimin Mikrofoni Art e fitoi Jona Krasniqi. Best Talent, Marigona Erebara. Best Hit, Esma Aliu. Interpretimi më i mirë, Adea Adili. Vokali më i mirë, Monera Veapi. Muzika më e mirë, Jona Rexha. Teksti më e mirë, Eda Neziraj. 3 vendet e treta i fituan Jara Zhaku, e cila fitoi dhe çmimin Mesazhi më i mirë, dueti Drina dhe Bora dhe Luana Riza. 2 vendet e dyta i fituan Medina Abdulmegjiti dhe Tiara Ganiu dhe vendin e parë Adora Thaçi. Mirënjohjet dhe kupat e festivalit u ndanë në mënyrë solemne nga Tahir Shabani, ambasadori i paqes botërore, Fatmir Makolli, presidenti i Federatës së Kickboksit të Kosovës dhe nga Sedat Sulejmani, zëvendës ministër në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, si dhe drejtoresha e Qendrës për Kulturë Njomza Ismaili Imeri. Para se të filloj programi, një nga prindërit më ofrua dhe më tha se interesimi është shumë i madh dhe nuk ka vend. Kjo është një mesazh për organizatorët që vitin e ardhshëm Bledzat 2026 të organizohet në një hapësirë pak më të madhe se me të vërtet ja vlen. Mbrëm në këtë festival performuan dhe grupi baletit Tutu, grupi i vajzave nga Shoqëria Kulturore Artistike Gjeladin Zegjiri, me solista Aren dhe Nera Matrançi, grupi fëmijëve të klasave të 4-ta pranë shkollës fillore Liria në udhëheqjen e arsimtares Xhemazie Neziraj dhe 3 instrumentaliste të shkëlqyera, Kanita Abdiu, kitarë elektrike, Eneda Azizi, bas gitar dhe Tara Shahini, bateri, të cilët interpretuan pikat muzikore Smoke on the Water. Festivali Bletëza 2025 u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komuna e Tetovës dhe Ordinanca Doktor Anxhevski.